Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë tubim të bukur e madhështor. Ju urojmë momente të këndshme të gjithëve në vazhdim. Jemi sonte këtu me ftesë të organizatës Iniciativa Vepro, një organizatë që merret me aktivitetet të ndryshme kulturore dhe edukativ-arsimore, si ligjërata, tubime, seminare, simpoziume dhe shumë veprimtari të tjera, kryesisht me shpresën më të mirë të shoqërisë studentët. Nuk gabojmë nëse themi se kjo organizatë, ndër të tjera, thëret edhe në moral të mirë, nga se kemi për shembull modelin më të përsosur të njerëzimit, Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Vallë pse ky emërtim Vepro, sepse kështu na ka porositur Allahu xhaleshanu në Kur'an ku thot: "Dhe thuaj veproni, se Allahu do ta shohë veprën tuaj" në surën Teube në ajetin 105. Nuk ka nevojë për fjalë të tepërta, kur në mesin ton kemi dikë që i shpreh më bukur e më saktë ato fjalët e Allahut të lartësuar, të recituara nga hafizi ynë i dashur Berin Çajani. Por para se të ftojmë në skenë hafizin, ju njoftojmë shkurtimisht me disa pikë nga biografia e tij. Hafiz Berin Çajani ka lindur në Shkup më 3 qershor të vitit 2006. Arsimin fillor e ka kryer në shkollën Petër Zdravkovski Penko, ndërsa arsimin e mesëm e vijoi në medresen Isabeu, ku që në moshë të hershme u dallua për përkushtimin dhe dashurinë ndaj dijes fetare. Rrugëtimin e tij me Kur'anin famlar të nisi që në moshën 12 vjeçare. Motivimi i tij për të mësuar Kur'anin përmendesh ishte dëshira e sinqertë për ta kuptuar më mirë fjalën e Allahut dhe për të jetuar atë në çdo moment dhe çdo aspekt të jetës së tij. Ai besonte se hifzi është mënyra më e përshtatshme për të arritur këtë qëllim të lartë. Hifzin e tij e përfundoi në kujdesin e Hafiz Avni Hasanit në mektebin e xhamisë së Çajirit. Ky proces i lavdërueshëm zati 5 vite, të cilat i kurorëzoi me sukses, duke e përfunduar hifzin në moshën 17 vjeçare. Përveç mësimit të Kuranit, Hafiz Berini ka përfaqësuar me dinjitet të rinjtë e vendit në garat ballkanike të Kuranit të mbajtura në Tiranë vitin 2003, si dhe ka marrë pjesë në ceremonitë të ndryshme fetare në qytetin e Shkupit, ku shpesh ka maknitur të pranishmit me leximin e tij të bukur dhe të përkushtuar të Kuranit. Aktualisht, ai kontribuon edhe si zëvendas imam në xhaminë e Çajirit, ku me përullësi dhe dashuri ndaj fesë vazhdon misionin e tij në shërbim të Islamit dhe komunitetit. Allahu e ruajt atë dhe i dha shëndet. Le ta fillojmë këtë tubim me disa ajete nga Kurani fisnik. Urdhë Hafiz, skena është për ty.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Do të ftojmë tani në skenë Hoxh Metush Mehmedin, si udhëheqës dhe një koçir të tribunës për të hap aktivitetin, për të përshëndetur dhe uruar mirëseardhje gjithë mysafirëve dhe hoxhallarëve pjesëmarrës. Në vim ai do të ofrojë një përshkrim të shkurtër për iniciativën Vepro, duke shpjeguar qëllimet, misionin dhe aktivitetin e saj si një organizatë e cila punon për zhvillimin kulturor, edukativ dhe fetar të komunitetit. Të nderuar vëllezër, të dashur rini, të respektuar hoxhallar, kolegë dhe bashkëpunëtor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Para se të filloj disa minuta, desha një selam kështu të ngrohtë nga kryetari i iniciativës Vepro, i cili sonte na mungon, nuk është me ne, sepse gjendet në studime postdiplomike në Jordan. Është Hafiz Samir Isaku. Me zemër të hapur dhe mirënjohje të thellë, ju uroj të gjithëve mirëseardhje në këtë tubim, që nuk është vetëm një aktivitet, ta themi thjesht, ose një moment që mund të ta quajmë i veçantë, një përjetim disa minuta, por është diçka që bën nga shumë zemra që i posedojnë të rinjtë tanë dhe ata me mundësitë e veta e kanë organizuar këtë që do ta përjetojmë të gjithë së bashku. Një selam kështu të ngrohtë, edhe të veçantë, edhe të sinqertë, për xhallarët që i kemi këtu pranë dhe për të gjithë xhallarët që i kemi pjesë e këtij organizimit sante. Zoti shpëlbeft të gjithë një nga një. Por xhallar kemi që do të na mbajnë ligjërata nga Kosova, nga Shqipëria dhe nga Maqedonia e Veriut. Të ndershëm vëllezër, iniciativa Vepro nuk është vetëm një emër që mund ta shkruajmë, ta lexojmë ose ta mbajmë mend, por është një zgjim për zemrat tona, është një ftesë e sinqertë për të rinjtë tanë, për ta lëviz rinin tanë në përgjithësi, që të mundohet pastaj rinia jonë të vepron sipas të gjitha mësime që i kemi në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër, iniciativa Vepro synon që përmes diskutimeve, këshillave, organizimeve sportive, edukimit brenda shoqërisë tonë, të krijon një rini të shëndosh, që pastaj të mund ne të gjithë të mbështetemi të ajo të rini. Ne në përgjithësi duam nëpërmjet kësaj iniciative që quhet Vepro, përmes aktiviteteve të shumta që organizohen, ta rizgjojmë dashurinë për Allahun subhanahu wa taala, të ndjejmë afërsinë me Allahun subhanahu wa taala dhe të përpiqemi të gjithë të jemi me vlerë në këtë botë e të fitojmë edhe Xhennetul Firdausin inshallah. Të ndershëm vëllezër, posaçërisht të rinj, ju jeni krenaria jonë, sepse feja ashtu na ka mësuar, ju jeni forca jonë dhe në të ardhmen do të jeni udhëheqja jonë. Sot më shumë se kur kemi nevojë për njëri tjetrin. Kemi nevojë për këtë vëzëri, jo vetëm se do ta them, por duhet me qenë e pastër, e sinqertë, që ndërtohet mbi besim, ndërtohet mbi mbështetje të rinjtë tanë. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu subhanahu wa taala nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ai popull të ndryshon gjendjen vetë. Le të jetë kjo aktivitet i mbar për shumë nisma tjera, për më shumë bashkëpunim ndërmjet të rinjve, për më shumë të mira në shërbimin e rinisë tonë dhe në shërbimin e shoqërisë tonë.
Në emër të iniciativës Vepra, ju falenderojmë sinqerisht të gjithëve për pjesëmarrjen, për prezencën, sepse të ndershëm nuk është prezenca vetëm fizike, sa është ajo shpirtërore e vëllazërore dhe për plot dashuri për Allahun subhanahu wa taala e pastaj për njëri tjetrin. Zoti ju bekoftë të gjithëve, edhe inshallah takohemi gjithmonë të mira dhe në aktivitetet do ta ngrisin rinin tonë edhe në këtë botë edhe në botën e ardhshme. Faleminderit shumë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë për këto fjalë mirëseardhje hoxhën e dashur, ndërsa tash do të vazhdojmë me fjalimet dhe me legjeratat e hoxhallarëve, por fillimisht do të njoftohemi me biografi të shkurtë për secilin nga ata. Do të fillojmë fillimisht me hoxh Eduard Shtrezin, i cili është i lindur më 5 prill të vitit 1983 në qytetin e Dibrës dhe aktualisht jeton e vepron në Tiranë, ku prej më shumë se 6 vite shërben si imam dhe khatib në xhamin Bleta, një ndër qendrat aktive të jetës fetare në kryeqytetin shqiptar. Rrugëtimi i tij arsimor ka filluar në vendlindje, ku ka përfunduar arsimin fillor në shkollën 1 Qershori, ndërsa arsimin e mesëm e ka kryer në gjimnazin Ibrahim Rugova në Kamës, që në moshë të re është përkushtuar ndaj dijes islame duke filluar studimet fetare në Bulqis dhe më pas në Tiranë, ku arriti të mësoj përmendesh librin e shenjtë Kuranin famlart. Në kërkim të diturisë së thelluar udhtoi drejt Kairos, ku studioi në Institutin e Kirajeteve të Eserit, një prej institucioneve më të njohura në botën islame. Më pas e ka vazhduar rrugën akademike në Universitetin Islamik të Medinës, në Fakultetin e Kuranit, ku përfundoi me sukses studimet bachelor dhe master, me specializim në fushën e tefsirit dhe shkencave të Kuranit. Gjatë këtyre viteve të formimit të tij shkencor e fetar, ai ka patur mundësinë të përfitojë dije dhe përvojë të çmuar nga dietar të njohur si Sheikh Seid Harun nga Egjipti, nga i cili ka mësuar 10 kirajete dhe është diplomuar me Yazek, Sheikh Abdurrahim El Ilmi në Medinë, nga i cili ka marrë për herë të dytë Yazek në 7 kirajete, dhe Sheikh Salih Sindi dhe Sheikh Abdurazak El Bedr, dietar të njohur të Medinës, prej të cilëve ka përfituar dije, edukat dhe urtësi përmes mësimeve të tyre në xhamin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Prej më shumë se 6 vitesh, hoxh Eduard Shtrezi ushtron funksionin e imamit dhe khatibit në xhamin Bleta në Tiranë. Ai është aktiv në mësimdhënie dhe ligjërata javore, udhëheq me xhelise të rregullta të Kuranit, jep mësime në disa xhami si në Kamës dhe Laknas, si dhe drejton kurse për fëmijë gjatë fundjavëve. Përkushtimi i tij në edukimin fetar është i vazhdueshëm dhe i gjithanshëm. Një moment i veçantë në karrierën e tij ishte edhe zgjedhja nga Ministria e Çështjeve Fetare të Arabisë Saudite si përfaqësues jurist për gjithë Evropën në Komisionin e Jurisë së konkursit më të madh ndërkombëtar të Kuranit, i cili zhvillohet në ambientet e Çaves së Begat, një nder i rrallë dhe dëshmi e vlerësimit për nivelin e tij të lartë profesional dhe fetar. Hoxh Magjistër Eduard Shtrezi mbetet një figurë e respektuar në mesin e hoxhallarëve shqiptar gjithandej, duke ndërthurur dijen akademike me përkushtimin praktik në shërbim të komunitetit. Allahu e begatoft në rrugën e dijes dhe në shërbimet e tij, andaj e thrasim në skenë hoxhën e dashur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. E falenderojmë Allahun dhul Jalal për çdo mirësi që na e ka dhënë. Dhe mirësia më e madhe është që na ka udhëzuar këtë fe madhështore. Çojmë salavatet më të përzemërta për më të dashurin e të madhit Zot, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pas falënderimit Allahut, i falenderojmë dhe vëllezërit e iniciativa Vepra, të cilët na e bën të mundur që të jemi prezent, që të marrim pjesë në këtë tubim begat. I falenderojmë hoxhallarët e nderuar si Hoxh Bekirin, Hoxh Remziu, hoxhallar të tjerë që na e dhanë këtë mundësi. Jo se jemi ne apo do t'javim diçka ndryshe, sepse ata janë hoxhallarët tonë që kemi mësuar prej tyre,
Po na ka rënë, na ra kjo përgjegjësi. E lusë Allahun që të na bëjnë dobi fjalët që do të flasim. E lusë Allahun Dhul Xhelal që të fitojmë kënaqësinë e të Madhit Zot. Të nderuar vëllezër, jetojmë në një kohë ku sprovat janë të shumta. Sidomos për brezin e të rive, që sapo u përmend, cilët më shumti kanë nevojë për me i përkrah dhe me ju nejt pranë, edhe jo me i brektis e me i lanë pas dore, derisa të bien në kthetrat e shturjeve, të cilat shumë janë shtuar. Muslimani sot më shumë se çdo herë ka nevojë për model që ta pasojë, dhe modeli më i mirë për gjithë njerëzimin, jo vetëm për muslimanët, është modeli Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për cilin Allahu Dhul Xhelal thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Modeli më i mirë për ju është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Model janë këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që duhen ndjekur me përpikmëri në mënyrë që të fitojmë kënaqësinë e të Madhit Zot në këtë botë dhe në botën tjetër. Imam Abu Daudi në Sunen e shënon një hadith nga Irbad ibn Sariya, i cili thot: "Salla bina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin, thumma aqbala ilayna fawa'adhana maw'izatan dharafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub." Një ditë kur u fal pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam, thot, u kthy nga ne dhe na ka këshillu një këshill ku na u rinqethen zemrat dhe na rodhen sy lot, derisa dikush i tha: "O pejgamberi Zotit, sikur kjo këshill të jetë këshilla e lamtumirës, na porosit me diçka që të na bëj dobi." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha: "Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, lejluha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Ju kam lanë në një rrugë të pastër të qartë, në një faqe të bardhë ku nata e saj është si dita. Nuk devion kush prej saj vetëm se humb veten e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Pastaj thot: "Do të vjen një kohë që do të vinë sprova të shumta. Prandaj thot, ju porosis që të kapeni pas sunnetit tim dhe sunnetit të pasardhëve të shokëve të mi të drejtë." Të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili fjalët i kishte pak të numërueshme madje, por me bot kuptime universale dhe hyjnore, sepse nga Allahu zbritshin, na mëson se muslimani duhet ta ndërtojë personalitetin e tij mbi baza dhe parimet pa lëkundshme. Të pajiset me disa cilësi të cilat janë bazë për besimin e muslimanit. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që e shënon Imam Bejhaqiu, thot: "Yutba'u al-mu'minu 'ala al-khilali kulliha illa al-khiyanata wal-kadhib." Thot, ndodh që besimtari të ketë cilësi të shumta. Madje nga një herë disa prej besimtarëve bien edhe në cilësi jo të pëlqyeshme, përveç gënjeshtrës dhe tradhtisë. Përveç tradhtisë dhe gënjeshtrës, që nuk përtypet dhe nuk pranohet tek besimtari. Thot Ibnul Qayyim, Allahu më shërof, thot: "Fala yajtami'u al-kadhibu wal-imanu illa wa yatrudu ahaduhuma sahiba." Nuk ndodh, thot, që gënjeshtra dhe besimi të bashkohen vetëm se njëra do ta luftojë tjetrën derisa të stabilizohet e vetme tek zemra e njeriut. Njeriu, nëse është besimtar, nuk ka se si të jetë gënjeshtar. E nëse është gënjeshtar, ai nuk është i denjë si besimtar tek Allahu Dhul Xhelal. Vërtetësia apo besnikëria është një moral që nuk është thjesht moral i mirë dhe kaq,
por është baza mbi të cilën ndërtohet besimi yt, o musliman. Është bazë me të cilën arrin të shpëtosh prej dënimit madhit Zot. Thot Allahu në Kur'an: Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Atë ditë kur dalim para Allahut. Kjo ditë thot është dita që do t'ju bëj dobi sinqeritet, besimi, besnikëria dhe vërtetësia besimtarëve, ku do të shpërblehen me xhennetet e përhershme nga Allahu xhalla xhelaluhu. Me vërtetësi dhe besnikëri dallohet hipokriti nga besimtari. Njerëzit më të dobishëm janë ata që janë të vërtetët dhe besnikët në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo shoqëri. Allahu dhul xhelalu vëllezër e largon bereqetin nga ajo shoqëri e cila nuk ka vërtetësi dhe s'ka besnikëri. E largon bereqetin dhe begatinë e tij nga ajo familje që nuk bazohet në vërtetësi dhe çiltërsi. E largon bereqetin dhe begatinë e tij në atë marrëveshje tregtare që s'ka vërtetësi dhe s'ka besnikëri. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." El hadith. Thot dy palë thot në një tregti thot janë me vullnet të plot, të zgjedhin çka duan dhe të binë dakord për çka duan përderisa nuk janë nda. E nëse janë të vërtet thot në marrëveshjen e tyre dhe janë të çiltër dhe të qartë, Allahu ka për të zbrit bereqet mbi të. E nëse janë gënjeshtar dhe i fshehin sekretet dhe nuk janë të sinqertë dhe besnik, Allahu ka për ta ngret bereqetin dhe begatin nga ajo tregti. Vallahi, sikur çdo tregtar apo biznesmen ta kishte shkruajt i këtë porosi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në zyrën ku ai vepron, në zyrën ku ai punon. Njerëzit janë të ndryshëm në aspektin e vërtetësisë dhe besnikërisë. Prandaj o vëllezër dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu, imani i Ebu Bekrit nuk ishte si imani i njerëzve të tjerë, por se ishte më i rëndë tek Allahu dhul xhelal se sa e gjithë ummeti. Sidqu, vërtetësia dhe gënjeshtra janë dy të kundërta, ashtu siç besimtari është e kundërta e hipokritit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: tre janë shenjat e hipokritit. Ndërto thot, kur flet thot, gënjen. Besimtari i vërtet përkrahet nga melajket. Besimtari i cili është i vërtet dhe besnik përkrahet nga melajket e Zotit, e ndërsa gënjeshtari përkrahet nga shejtanët. Thot Allahu në Kur'an: "Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin, tanazzalu ala kulli affakin athim, yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun." Atë ju tregoj ju thot se ku zbresin shejtanët, zbresin dhe i përkrahin dhe i suportojnë ata të cilët janë gënjeshtar, të pavërtet, tradhtar. Në Musned Imam Ahmedit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: 4 gjëra nëse arrin ti fitosh në jetën tënde, mos ki gajle se çka të humb nga kjo dunja. Thot, e para thot është hifdhu amanetin, ruje amanetin. E dyta thot, kur të flasësh thot, ji fjalë drejt, ji i vërtet në fjalë. E treta thot, bohu me morale të mira, dhe e katërta thot, mundohu që ushqimin që e han ti dhe familja jote të jetë halal. Nëse i ke këto të katërta, mos ki gajle se çka humb nga kjo dunja. Ibada ibn Samit radhiyallahu anhu thot pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam: kush mi siguron mua thot, kush mi siguron mua 6 gjëra thot, unë ja garantoj atij xhenetin e përhershëm. Dhe ka përmend të parën: usduqu idha huddithtum, jini të vërtet sa herë që të flisni,
Jini të vërtet në çdo situatë kur flisni. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur që edhe kur je duke bërë shaka hajgare me vëllezërit tuaj, je i vërtet. Mos fol fjalë pa vërteta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wailul lilladhi yuhaddithu bil hadithi li yudhhika al qawm fayakdhibu wailul lahu." Mirë për atë i cili flet historia ngjarje në mënyrë që t'i bëjë me qesh njerëzit, ndërkohë ai flet fjalë pa vërteta. Ka ardhur një hadith tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për vlerën e vërtetësisë, e besnikërisë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Nëse dëshironi që t'ju doj Allahu Dhul Xhelal dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur t'ju lihet një amanet, çojeni në vend. Kur t'ju jepet mundësia që të flisni me të vërtetë dhe silluni mirë me komshiun." Prandaj Allahu Dhul Xhelal o vëllezër, për këtë cilësi madhështore, na ka porositur në Kur'an duke thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." O ju të cilët keni besu, friksojuni të Madhit Zot dhe jini me të drejtët, me të vërtetët, me besnikët. Kur zbriti ky ajet o vëllezër? Ky ajet kuranor zbriti në fundin e disa ajeteve kuranore që tregojnë për një ngjarje për 3 persona nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët u shndruan në simbolin e vërtetësisë, derisa Zoti subhanahu wa taala zbriti për ta Kur'an që lexohet deri në Kiamet. Subhanallah. Hilal, Ka'b ibn Malik dhe Hilali dhe Mirara, 3 persona që nuk prezantuan në luftën e betejën e Tebukut. Por kur erdhi koha që hipokritët justifikoheshin me gënjeshtra, këta zgjodhen që t'i jenë të vërtet dhe në atë situatë vështirë. Edhe pse për 50 ditë u bojkotuan nga pejgamberi i Zotit, nga muslimanë, nga njerëzit e afërt, por prap vendosen të bëjnë durim duke qenë në të vërtetën derisa Allahu Dhul Xhelal zbret ajete kuranore ku thotë që është pranuar pendimi dhe sinqeriteti dhe vërtetësia e këtyre njerëzve. Allahu na bof për të vërtetëve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Vërtetësia të çon gjithmonë për në mirësi dhe mirësia të çon në xhennetin e Allahut Dhul Xhelal. Dhe dikush prej besimtarëve vazhdon të jetë në jetën e tij i vërtet në fjalë dhe vepra derisa tek Allahu është shkruar prej të vërtetëve, prej siddiqinëve. E ndërsa e kundërta, gënjeshtari dhe gënjeshtra të çon në shkatrim dhe në humbje. Dhe humbja të çon në zjarrin e xhehenemit. Dhe vazhdon dikush thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam t'i bëhet ves dhe tradit dhe zakon gënjeshtra në jetën e tij derisa të shkruhet tek Allahu si gënjeshtar. Gënjeshtari ditën e gjykimit o vëllezër do të jetë me fytyrë të nxirr, do të jetë në hijen e flamurit të mashtruesve, të mashtrimit, manipulimit. Thot Allahu në Kur'an: "Wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda." E ditën e gjykimit thot, do t'i shohësh ata të cilët gënjyn fytyrat e tyre të nxira, për shkak se kanë gënjyn raport me Allahun, për shkak se kanë gënjyn raport me pejgamberin e Zotit i cili thot: "Men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Kush gënjen qëllimisht, le t'i përgatis vetes ti një vend në zjarrin e xhehenemit. E ndërsa besimtarët e vërtet dhe besnik do të jenë me fytyra të ndritura, thot Allahu në Kur'an: "Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Atë ditë kur do të ketë fytyra të ndritura dhe fytyra të nxira, thot Abdullah ibn Abbasi: "Tabyaddu wujuhu ahli sunnah wal-i'tilaf wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ati wal-ikhtilaf." Do të ndrisin thot fytyrat e ahlu sunnetit
dhe ata që kanë qenë të bashku dhe do të nxihen fytyrat e bidatit, të cilët kanë gënjur në fenë Allahut Dhul Jalal. Thot Allahu në Kur'an: "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh." Ka prej besimtarëve njerëz që kanë qëndru besnik dhe të vërtet në premtimin me Allahun Dhul Jalal. Dhe ky ajet o vëllezër na kujton dëshmorët e Uhudit, na kujton Hamzan dhe vërtetësinë dhe besnikrinë e tij, na kujton Mus'ab ibn Umair, Anas ibn Nadr, të cilët jetuan besnik derisa shkuan tek Allahu xhalla xhelaluhu. Vërtetësia është grada e dytë pas pejgamberisë. Thot Allahu në Kur'an: "Wa man yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin." Kush i bindet Allahut dhe dërguarit i tij, ai do të jetë në shoqërimin e pejgamberëve, të cilët i ka begatuar Allahu prej pejgamberëve dhe njerëzve të drejtë dhe besnik. Vërtetësia ashtu siç duhet të jetë në fjalë, po ashtu duhet të jetë dhe në vepra dhe në qëllime. E kush është i tillë, dëshmon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të se është njeri fisnik. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin udulu." Ka për ta mbartë këtë dije, thot, prej çdo brezi, thot, njerëz, thot, besnik, të vërtet, të cilët e mbrojnë fenë Allahut subhanahu wa taala nga gënjeshtarët dhe nga ata që nuk e mbartin amanetin. Jetojmë në një kohë, nderuar vëllezër, ku konceptet mundohen të ndryshojnë, gënjeshtrën e emërtojnë si aftësi, artikulimi, të vërtetin e përbuzin, manipuluesin e lavdërojnë, derisa janë kurdis kurse dhe shkolla për mësimin e manipulimit dhe të mashtrimit. Nuk është egzagerim të them se rrjetet sociale sot shumë prej tyre po na paraqesin gjërat jo në realitetin e tyre, jo të vërteta, duke i përmbysur të vërtetat. Gënjeshtrat po i shesin si aftësi, haramet po i reklamojnë si emancipim dhe kulturë. Betejë të ndryshe mes të vërtetës dhe jo të vërtetës. Kjo është sprova e njerëzve të vërtet, besimtarve, për cilët Allahu thot në Kur'an: "Alif Lam Mim, e hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A mos vallë mendut ju musliman që do t'i thoni vetes besimtar pa u sprovu? "Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." I kemi sprovu të tjerët përpara jush që kanë qenë burra, në mënyrë që Allahu të nxjerrë njerëzit e drejtë dhe besnik ndaj atyre që janë gënjeshtar. Vërtetësia është përputhshmëria e fjalëve me vepra në jetën tënde, mes të dukshmes dhe të brendshmes. Vërtetësi në fjalë, në vepra dhe në qëllime në jetën tënde. Ibn Qayyim, Allahu më shëroft, thot: "Themeli i besimit është vërtetësia. Themeli i hipokrizisë dhe munafiqllëkut është gënjeshtra, secila lufton tjetrën." Vërtetësi në fjalë do të thonë të shprehurit drejt. Vërtetësi në vepra do thotë të jenë në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vërtetësi në jetë do thotë që të jenë të sinqerta për Allahun Dhul Jalal. Prandaj dhe fjala e shahadetit, fjala e tauhidit nuk pranohet vetëm se me vërtetësi dhe me sinqeritet dhe çeltërsi. Thot Allahu në Kur'an: "Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Kur munafiqët vinin dhe thonin që ne dëshmojmë se ti i dërguari i Zotit, por Allahu Dhul Jalal e dinte se në zemrat e tyre nuk qëndronte vërtetësia dhe sinqeriteti. Vërtetësia, ashtu si gjendet tek burrat besimtar, gjendet dhe tek gratë, tek motrat. Thot Allahu në Kur'an: "Mal Masihu ibn Maryam illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa." Mesihu, Isa, i biri Mariamës, nuk ishte gjë tjetër vetëm si i dërguar, si të dërguarit para tij. Dhe nëna e tij, thot, ishte siddiqa, ishte besnike, ishte e drejtë, e vërtetë dhe e ndershme. Të nderuar vëllezër, të vërtetët e parë të njerëzimit ishin pejgamberët e Zotit. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala i zgjodhi si ajka e njerëzimit për t'ja u treguar njerëzve rrugën e drejtë. Wa man asdaqu min Allahi qila. A ka lajmëtar më të vërtet se sa Allahu Dhul Jalal? Allahu thot për Ibrahimin:
innehu kana siddiqan nabiyya, ishte pejgamber i vërtet. Thot për Jakubin dhe Ishakun, innehu kana mukhlasa wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dhe i bëm ata që ishin të vërtet në gjuhën e tyre kur flisnin. Thot për Musa alayhi salam, innehu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ishte i sinqert, i vërtet. Thot për Ismailin, innehu kana sadiqal wa'd. Kur e jepte premtimin ishte i të vërtet, ishte besnik dhe i qëndronte. Thot për Idrisin, innehu kana siddiqan nabiyya. Ishte pejgamber i drejtë dhe i vërtet. Dhe modeli ynë më i mirë ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili dhe para shpalljes tij o vëllezër, nga kundërshtarët e tij kishte epitetin El Amin, i drejti, i vërteti, besniku. Kur Allahu Dhul Gjelali zbriti ajetin kuranor, wa andhir ashiratak al aqrabin, paralajmëroj akraballëkun tënd, paralajmëroj njerëzit që të largohen nga idhujtaria, që ta besojnë Allahu Dhul Gjelal. Unë gjitë mi kodrën e Safas dhe ju tha, që mendoni nëse do t'ju them se pas kësaj kodre ju pret një ushtri që do t'ju vërsulet? A do t'më besonit? Një zëri i drejtohen dhe i thonë, ma jarrabna alejka illa sidqa. Gjithmonë sidq, vërtetësi kemi të gjuhë për fjalë për gjuhës tënde, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Modeli mirë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam o vëllezër është për të marrë Abu Bekri radhiyallahu anhu, kur erdhen dhe i folën për ndodhin madhështore të Isras dhe Mi'rajit, të cilën e quajtën si gënjeshtër. Erdhe dhe i thanë, shiko se s'po thot ai shoku yt. E pasi e dëgjoi tha Abu Bekri radhiyallahu anhu, as-Siddiq, in kana qad qala faqad sadaq. Nëse e ka thonë Muhamedi, ka thonë të vërtetën, dhe mori epitetin as-Siddiq. A e dini ju se kur pati një zëng me Omerin radhiyallahu anhu dhe i kërkoi halallëk dhe nuk ja pranoi. Dhe ndërkohë që pejgamberi i Zotit po qëndronte me një prej shokëve të tij, e shef nga larg Abu Bekrin i cili kishte një hall dhe i thot amma sahibukum hadha faqad ghamar. E ka një hall, një siklet. E kur u afru tha, o pejgamberi i Zotit, tha pata një zëng me Omerin, e i kërkova halallëku po nuk ma pranoi. Fa aqbaltu ilejk. Subhanallah. Vetëm të kjo fjalë medito vëlla musliman. Fa aqbaltu ilejk. Erdha tek ti o pejgamberi i Zotit. Sa jemi ne supërtues dhe përkrahës të vëllezërve tjerë kur kanë hall, kur kanë siklet, kur kanë mos pajtime dhe zënka, apo jemi ne për atyre që u kthem shpinën. Fa aqbaltu ilejk. Erdha tek ti se Allahu të ka dërgu rahmeten lil alamin. Të ka dërgu mëshirë për gjithë njerëzimin. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yaghfirullahu laka ya Aba Bakr. Allahu të falë të Abu Bekr 3 herë rjesht. Në këtë moment vjen Omeri radhiyallahu anhu. Edhe i afrohet dhe i jep selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, o pejgamberi i Zotit, kështu ndodhi. Vjen Abu Bekri dhe ulet në gjuhin dhe i thot, o pejgamberi i Zotit, un jam i padrejti në këtë rast. Pejgamberi duke mos e kthyer kokën tek Abu Bekri thot, kur më dërgoi Allahu Dhul Gjelal, thot, të gjithë ju thot, më thatë gënjeshtar, ndërsa Abu Bekri më tha i vërtet. A nuk po ma lini rahat Abu Bekrin? A nuk po ma lini rahat Abu Bekrin? Ishte Abu Bekri i drejti, i vërteti, model për të marrë për gjithë muslimanët dhe për gjithë rinin tonë. Model dhe për të përmend ishin dhe shumë sahabë të tjerë, si Umar ibn al-Khattabi, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Mus'ab ibn Umair. Por për të mos ta zgjatur, për t'ju lënë radhën vëllezërve të mi hoxhallarëve të nderuam, e mjaftoj me kaq bisedën time. Allahu ju shpërbleft më të mira, edhe e lut Allahun që të më bëjnë dobi mu edhe ju këto fjalë që fola. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu e shpërbleft hoxhën për këtë ligjërat. Tash do të vazhdojmë me hoxh doktor Kujtim Ahmeti, por fillimisht do të lexojmë shkurt edhe biografinë e tij. Ka lindur më 15 janar të vitit 1987 në Dibër dhe aktualisht jeton e vepron në të njëjtin qytet, në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Shkollimin fillor dhe të mesëm e ka kryer në qytetin e Lindjes, në shkollat e përgjithshme të Dibrës. Udhëtimin e tij në kërkim të diturisë islame ka vazhduar në një prej institucioneve më prestigjioze në botën islame, Universitetin Islamik të Medinës në Fakultetin e Sheriatit. Pas përfundimit të studimeve themelore, ai ka vijuar me sukses studimet master dhe më pas edhe doktoraturën me specializim në fushën e akides apo besimit islam. Gjatë rrugtimit të tij arsimor dhe formimit fetar, doktor Kujtim Ahmeti ka përfituar nga dietar të shquar dhe mësues me ndikim të madh përfshirë Sheikh Yahya al-Yahya, Sheikh Hussein al-Gjabiri dhe Sheikh Ibrahim el-Ruheli. Ai është aktiv si imam, khatib dhe mualim, duke dhënë kontribut të vazhdueshëm në jetën fetare të komunitetit përmes ligjeratave, hutbeve dhe mësimdhënies në kuadër të xhamisë. Doktor Kujtim Ahmeti mbetet shembull i një hoxhe të përkushtuar, i cili ndërthur thellësinë akademike me thirrjen praktike, duke shërbyer me përulësi dhe profesionalizëm në përkapjen e dijes dhe ruajtjen e vlerave islame. Allahu e begatoft në dijen dhe angazhimin e tij, andaj thrasim tash në skenë hoxhen e dashur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa qurrat a'yunina Muhammad ibn Abdillah. Falenderojmë Allahun te bareke ve teala, atë Zot të madh xhellewala, falenderojmë për atë në sejdë dhe në rukubim. Salavat dhe selamet janë për burin më të mirë të ummetit, për krijesën më të dashur të Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, ligjërata ime titullohet Vetëdia që udhëheq ambicien. Isha duke lexuar apo duke pasë se çka është vetëdia në realitet dhe ka shumë definicione rreth asaj, por mendoj që një prej kuptimeve të vetëdijes do thotë el-istishar bin ni'ma, ta ndjesh mirësinë e Zotit ndaj teje. Momentet e para kur u takua Musa me Zotin e tij xhelluala, i tha wa ana ikhtartuk, unë të kam përzgjedhur ti o Musa. Andaj vetëdia e yte e lartë, që ardhja sonte në këtë mezhlis për të dëgjuar për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, të vënë që ti ta ndjesh mirësinë e Zotit ndaj teje. Vallahi vëllau im, nuk është aftësia yte. As nuk është aftësia e organizatorëve, është dëshira e Allahut që pas ka shkruajt 50.000 vite para se të më krijon dhe të krijon, që në një natë për jetë pas farzit për farzëve të Allahut, namazit e yacis, unë edhe ty në një teatr të këtillë që shpesh ndodhen që politikanët dalin në kësi lloj teatra dhe japin premtimet dhe protokollet e tyre, edhe plan programet e 4 viteve, kurse ne jemi të bënë në këtë teatr sonde për të folur për Allahun, për Zotin, për madhështinë e tij subhanahu wa taala, të njihemi për disa për terminologjive fetare, për vetëdijen, për ambicjen, si mundet që vetëdia të udhëheq ambicjen dhe ngjashmi si ajo, para prakisht për besnikërin. Andaj para së gjitha shovallahu im, jo vetëm unë që thash elhamdulillahi rabbil alamin, që është tradita e xhallarëve në fillimin e fjalimeve, por edhe ti do të thosh elhamdulillahi rabbil alamin. Dhe në çdo punë fillimisht themi elhamdulillahi rabbil alamin. Do ta kuptojmë më poshtë o ju vëllezër të mi se humbja e kësaj vetëdije, ndjenja për mirësi dhe dhuratë e Zoti xhelluala ndaj nesh ishte një prej parimeve kryesore të iblisit. Wala tajidu aktharahum shakirin. Unë Allah do të bëj të pamundshme me ambicjet e mia shejtanore, vetëm që njerëzit mos ndjehen falënderues dhe mirënjohës ndaj teje. Vëllezër të nderuar, arabët thonë el-insanu hammamun bi tab'i. Këtu filloj me ligjëratën, pra arabët prej shprehjeve dhe fjalive të tyre që i kanë pas, kanë thënë el-insanu hammamun bi tab'i. Njeriu është ambicioz në natyrshmëri. Pra nuk mund të parafitirohet të vllazë njëri që nuk ka ambicie. Çdo njeri për nesh ka ambicie, qofshin ata të larta apo të ulta. Saqë Imam Ibn Qayyim el-Jauzi rahmetullahi alayhi në këtë kontekst dhe mbani mend tek ambicjet, pastaj do dalim tek vetëdia. Pra Ibn Qayyim el-Jauzi rahmetullahi alayhi thonte leysa fi ash-shari'ati wala fi at-tabi'ati al-wuquf al-batta, fa imma tataqaddam wa imma tata'akhkhar. Thot Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, radiyallahu ta'ala anhu, njeri me vetëdije të plot, që njeh realitet dhe ka thellësi në realitetet e jetës, si ato çështjet kozmologjike, ashtu edhe fetare, tha nuk ka mundësi që në çështjet e kozmosit, në kreaturën e Allahut dhe në çështjet fetare dhe sheriatike të ketë ndalje asnjëherë. Njeriu ose do të ecën përpara ose do të ecë shkon pas. Pra nuk ka mundësi që të themi njeri jeton në këtë dunja pa ambicie. O ju vëllezër, ai që jeton vetëm
që duket në pamje të parë që nuk ka ambicie, që jeton vetëm se duke ndej, besoni se ai mendon shumë. Bile njerëzit që mos është shumë ti mendojnë dhe mbajnë gajle për të ardhmen e tyre, janë pikërisht njerëzit që s'punojnë fare. Kurse ai i cili merr shkaqe dhe sebebet, ai është vazhdimisht i mbështetur në Allahun xhallahu ala. Pra, njeriu në esencë ka ambicie. Ambicie mund të jenë për hajër, mund të jenë edhe për sherr. Shihni vëllezërit e mi, Zoti ju ruaj dhe ju nderoft. Melaqet kishin ambicie. Allahu xhallahu ala kur na flet për ambicjet e melaqeve thot wala ya'sun Allah ma amarahum. Ata asnjëherë nuk e thyen urdhrin e Allahut dhe nuk e kanë në parimin e tyre që ata ta thënë urdhrin e Zotit xhallahu ala, la ilaha illallah, për ambicjet e tyre. Por në anën tjetër Zoti xhelle xhelalu po na tregon në librin e tij dhe për ambicjet e iblisit. Por nuk janë ambicjet e melaqeve si kur ambicjet e iblisit. Vëllezërit e mi, besimtarët kanë ambicie, dhe ambicia më e madhe e tyre është që të arrijnë tek Allahu dhe xheneti dhe kënaqësia e Zotit xhallahu ala. Dhe pa besimtarët kanë ambicie, saqë prej ambicieve të tyre është që edhe të luftojnë Islamin natën dhe ditën. Dhe ne ndonjëherë bile dhe çuditemi me ambicet e tyre. Ndonjëherë bile dhe rezulton që ambicet e tyre janë shumë më të mëdha se ambicet e njerëzve të haku dhe që thrasin në rrugën e Allahu xhallahu ala. Por këto ambicie, qofshin të mira apo të këqija, vëllazën dëshiroj që të përqendrohen në të, kush është ai i cili i dallon dhe kush është ajo orientimi dhe busulla e ambicieve në jetë, pikërisht vetëdija. Andaj, mund themi që definicioni më i mirë i vetëdijes është el-muraqaba ad-dakhiliyya, është një lloj vëzhgimi i ndjenjave të brendshme të njeriu që ta orienton atë drejt ambicieve të larta dhe të mira. Andaj, këtu ju vëllezërit e mi në pikën dhe në rregullin e parë, që do t'i përmend 4 rregulla inshallah taala, pra e para është roli i vetëdijes dhe veçanërisht vetëdijes imanore, ju vëllezër, vetëdijes fetare, e cila mirën nga fjala e Zotit dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, roli i saj në realitet është që të orienton, është një lloj navigacioni, është një drejtuesi i të gjitha ambicieve tona në jetë. Pa në realitet çka dëshiroj të arrijë kësaj jete, pse kam ardhur, ku do të shkoj dhe cilat janë ambicet e mia, të gjitha këto ju vëllezërit e mi i drejton vetëdia. Para se ta kuptojmë këtë rregull, ju vëllezërit e mi, dëshiroj t'ju të kthehem në një ngjarje që ka ndodhur diku në të kaluarën e lashtë. Ishte dikush vëllezër, i cili kishte ambicie të mëdha, saqë kanë ardhur në librat e tefsirit, që ky person o vllazën Zoti ju rujt dhe mëshiroft, 2000 vite i ka bërë ibadet Allahu xhallahu ala. Saqë bile edhe është dalluar në mesin e melaqeve dhe në mesin e krijesave të tjera, si krijesa më shumë që i ka bërë ibadet dhe adhurim Allahu te bareke ve teala. La ilaha illallah. Pra ambicje të larta për të qenë një ibadetçi, një lloj një njerëz adhurues i denkash i Zotit të Madh te bareke ve teala. Mirë po, Allahu te bareke ve teala ju vëllezërit e mi e dinte el-muraqaba ad-dakhiliyya adh-dhatiyya, pra vëzhgimin e fshehtë dhe çka fshehet në vetëdijen e kësaj krijese. Dhe me një sprovë të vetme janë nxori Allahu në pah dhe në shesh kush është në realitet ai. Ju e dini se për kë bëhet fjalë vëllezër. Bëhet fjalë për iblisin, ju vëllezërit e mi. Armiku më të hapur të Allahut të Madh te bareke ve teala. Para se të bëhet armik i Zotit, para se të bëhet shenja e sherrit edhe të keqes deri në ditën e Kiametit, ambicjet e tij ishin të papara ka shi Xhibrili dhe Mikaili, që të jetë ibadetçiu dhe adhuruesi më i mirë i Allahut të Madh subhanahu wa taala. Mirë po vjen një moment ju vëllezërit e mi, që Allahu te bareke ve teala thot usjudu li Adem, bëni sejdë Ademit. Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un, të gjithë melaqet i bën sejdë Allahu xhallahu ala illa iblis, vetëm iblisi. Çka ndodhi tash me iblisin o ju vëllezërit e mi? Allahu xhalle xhelalu e dinte në thellësinë e tij se fshehet vetpëlqimi dhe të gjithë veprimtarinë e të gjitha ata vite, gjithë ata shekuj e kështu me radhë. I bëri që në realitet vetëm se të krijon një lloj mbizotërimi tek njerëzit, një lloj pozite tek melaqet në këtë rast kuptohet, pra ishte një lloj vetpëlqimi në veten e tij që unë jam më i miri të gjithëve. Vjen një moment që Zoti xhallahu ala e krijon një krijesë për herë të parë dhe atë ngabalta dhe i thot usjudu li Adem, bjerni në sejdë kësaj krijese. Në qoftë se iblisi o vëllezërit e mi do të kishte qenë besnik me Allahun te bareke ve teala, që unë në realitet jam rob karshi Zotit, unë do të bëj sejdë Allahut, në qoftë se më urdhon kështu apo ashtu, ai duhet që të bën sejdë. Ademi alayhi salatu wasallam respekt për Allahun dhe urdhrin e Zotit xhallahu ala. Mirë po në këtë rast ju vëllezër ai e kundërshtoi urdhrin e Allahut. Istakbara wa kana min al-kafirin. U bë mendje madh. Si rezultati vetëpëlqimit parapraq që e kishte në jetën e tij dhe u bë prej qafirëve dhe pabesimtarëve.
Çka ndodhi në këtë rast, ju vëllezërit e mi? Ambicia ti nuk u ndal, por kësaj radhe jo për hajër, po për sherr. Sa që ju betua Allahu te bareke ve teala në madhërinë dhe mbretërinë e tij dhe qenien e tij bujare, la ughwiyannahum ajma'in. Pasha madhërinë tënde o Allah, unë do t'i devijoj të gjithë ata. Në ajetin tjetër Allahu xhallahu ala po na tregon për ambicien e madhe të iblisit. Wala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. O Allahu im, unë do t'ju vi atyre nga para dhe nga pas, shefni thirrës, me mirë ambicioz, me në rrugën e sherrit, o ju vëllezërit e mi, dhe do t'ju vi atyre dhe nga djata, edhe e majta vetëm që të mos i gjesh ata prej falemderuesve, që do thotë ju vëllezërit e mi, ajo e cila i jep busull dhe orientim dhe e drejton njeriu, ambicjet e njeriu në kahjen e duhur, është vetëdia e plot, është qëllimi i pastër, është ndërgjegja e çiltër që gjendet në brenda njeriu. Andaj ju vëllezërit e mi, do të shohim më poshtë edhe ajo që i kanë mbajtur pejgamberët e Allahut alayhimu salatu wasallam për gjatë gjithë asaj periudhe, që të thërrasin në fenë e Allahut, duke mos kërkuar prej popullit të tyre as falënderime dhe as lavdata, është pikërisht ndërgjegja, është qëllimi i pastër dhe vetëdia e çiltër. O ju vëllezërit e mi, Zoti ynë i Madh te bareke ve teala na i tregon edhe një ngjarje tjetër interesante në librin e tij madhështor, dhe është ngjarja e parë në historinë njerëzore që Allahu i Madh po e tregon në librin e tij dhe para asaj nuk dim asnjë ngjarje, pra nuk e dim se si zbriti Ademi alayhis ose në tokë, çka ndodhi me Ademin pasi që zbriti ai bashkë me gruan e tij Havan dhe ngjashme se kur u martuan, kur bën fëmijë të ngjashme. Por Allahu xhelle xhelalu wallahu imna thot watlu alehim naba bani Adam bil haq. Tregoju atyre o ti Muhammed, o ti pejgamberi i Zotit, ngjarjen e dy djemve të Ademit alayhis salam. Të dy ju vëllezër me ambicie të mëdha në dhënien e kurbanit dhe flimin për Zotin e Madh xhelle wa ala, mirëpo vetëdia e mbrëmshme është ajo e cila do ta definon ambicien e çdo njeri prej tyre. Andaj fe taqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Pra Allahu xhelle wa ala thot, dhe ata të dy e dhan nga një flim, nga një kurban, dhe Allahu e pranoi për njërit për tyre, kurse nuk e pranoi për tjetrit. Ati të cilët ju pranoi kurbani, vëllezër, çfarë kishte? Kurse këti që nuk i pranoi, që nuk ju pranoi kurbani, pikërisht ky ishte fajtori, pra ky ishte mëkatari, i cili në realitet duhet të thotë unë do të mendohem tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu të më falet dhe do të vjen një moment që Allahu të më pranon kurbani. Me bashkëni ju vëllezërit e mi se çka bëri ai i cili nuk e kishte vetëdijen e plot, nuk e kishte qëllimin e pastër dhe ndërgjegjen e tij të çiltër, i tha vëllau të ti me një ambicie shumë të madhe, la aqtulennek, unë të vras ty. Vallai vllazën, njeriu që të ketë guxim për të bërë edhe një vrasje, duhet të ketë ambicie shumë të mëdha. Mirë, por këto janë ambicie shejtanore, ambicie të shejtanit edhe të dreqit. Pse erdhi e gjithë kjo ju vëllezërit e mi? Nga se vetëdia e imanit dhe besimit, e që në këtë rast realisht një prej kuptimeve të vetëdijes vallahu im është takvallohu dhe devotshmëria, mungonte brenda në zemrën e tij, ai e bëri një veprim të këtill, pra e devijoi ambicien dhe vullnetin e tij, e çoi drejt sherrit dhe të keqes. Shifni vllazërit e mi, Zoti ynë xhelle uala këto ngjarje ku na i tregon në Kur'an, e tregon për mua dhe e tregon për ty. So mund ndoshta jem Kabili, ty ndoshta je Habili, andaj rujuni edhe në projektet e hajrit, në projektet e davetit, nëse qëllimi dhe synimi është pranimi tek Allahu xhelle uala, pse do të flas për projektet e filan hoxhas dhe për projektet e filan imamit, dhe të ngjashme si ajo? A është synimi të gjithëve kënaqësia e Allahut të Madh te bareke ve teala? Andaj shifni, domethënë në këtë rast, vëllau të cilit ju bë kabul kurbani, i tha, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, o vallahu im, pa Allahu e bën kabul për të devotshmive. Shifni vetëdia e plot në besimin e Zotit, në pastërtinë dhe çiltërsinë e zemrës. Pra, le të krijohet kjo lloj vetëdie në zemrën tënde, pastroje, çiltërsoje ndërgjegjen dhe qëllimin tënd. Do të vjen dita që Allahu te bareke ve teala të ta bën kabul veprimtarinë tënde. Pra ajo që dëshiroj të them vëllezërit e mi për këtij rregulli të parë, pra vetëdia është orientuesi, është busulla, është navigatori i të gjitha ambicieve të njerëzve në jetë. Për këtë arsye ju vëllezërit e mi, unë e di që më kuptohet shumë mirë. Po përsëris vëllau, ne jetojmë në botën e mediave, jetojmë në botën e Instagramit, Facebookut dhe të ngjashme si ajo. Ju jeni duke pa vëllezërit e mi që dikush i deri dje thirrte në hak sot thret në batil.
Dhe në atë, deri dje thirrte në rrugën e sunetit, sot thërret në rrugën e bidatit, deri dje thërriste në rrugën e imanit, sot thërret në rrugën e shejtanit, dhe me disa pretendime dhe duke e ngjyros devijimin e tij apo devijimin e saj. Realiteti ju vëllezërit e mi, inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, se njeriu do ta sheh pozitën e tij tek Allahu te bareke u teala, jo pozitën e tij tek njerëzit, se qëllimi dhe synimi dhe vetëdia dhe orientimi dhe busulla e të gjitha ambicieve tona duhet të jetë kënaqësia të madhit Allah te bareke u teala. Andaj dalim në rregullin e dytë. Rregulli i dytë ju vëllezërit e mi, që duhet të ngulitet në vetëdijen tonë të plotë, fetare dhe imanore. Pse thon fetare vëllezër, nga se këtë temë vetëdia e cila e drejton ambicien mund ta folën edhe një profesor, mund ta bisedon dhe ta trajton edhe një doktor shkencash në një lëmi të ndryshme. Ne flasim çdo në aspektin ton imanor dhe besimin në Zotin xhelal. Po bëhet fjalë për vetëdijen fetare o vallahi, që ti në momentin kur e ngrisish atë, qëllimi yt në jetë do të bëhet kënaqësia e Allahut te bareke u teala. Rregulli fetar thot vëllazër, pika e dytë, rregulli fetar thot: Ridallahi ghayatun tudrak, alhamdulillah. Kënaqësia e Allahut është një ambicie, është një synim, që ve ambicia, kënaqësia e Allahut xhallahu ala është një ambicie që arrihet vallahu im. Kurse kënaqësia e krijesave është një ambicie që nuk arrihet. Pse përmendi këtë vëllazër? Çdo njeri në jetë që ka ambicie të shumta, shpeshherë edhe synon pozitën tek njerëzit. Shpeshherë synon që të jetë dikush që të udhëheqë, që të jetë një sipërmarrës, që të jetë një, domethënë qoftë edhe të dallohet tek njerëzit me pasuri kështu me radhë. Edhe më madje e të gjithave është që të arrijë pëlqimin tek audienca, që të merr like-at, që të merr domethënë followersat e tij. Mirë, po në fund e sheh se ndoshta, edhe jo ndoshta, por realisht edhe do të dështon. Andaj vetëdia e plot tek besimtari vëllau im, që ai besimtari ty në këtë rast, unë ty jam duke tu drejtu, vetëdia e plot vëllau im të thot ridallahi ghayatun tudrak. O vëllau im, kënaqësia e Allahut është synimi dhe ambicia që arrihet. Andaj le të jetë pikë synimi i çdo njeri prej nesh që të arrihet tek Zoti xhallahu ala dhe tek kënaqësia e tij subhanahu wa taala. Andaj shihni Nuhin alayhi salatu wassalam, që e përmenda pak më herët, pejgamberët të cilët ajo që i ushqeti vazhdimisht në qendresën e tyre ju vëllezër në Davet dhe të mos lëkunde për plot 950 vite. La ilaha illallah. Unë kam dëshirë vëllezër mi që ti dëgjoj fjalët me zemër. Domethënë nuk është një çështje e cila thuhet para në formë në klas, që ne vetëm po i recitojmë çështje. Çështja është imanore, e zemrës 950 vite. Qul la as'alukum alayhi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin. Thuaj atyre Nuhi alayhi salam, nuk ju kërkoj juve falënderi apo shpërblim, në ajetin tjetër la as'alukum domethënë as falënderim as shpërblim. Me dorë shpërblimet e mia të gjitha do të jenë tek Zoti i Madh xhallahu ala, për ambiciet e mia të gjitha janë për Allahun subhan. Gjithçka që e duroj është e lehtë se e duroj për Allahun. Gjithçka që më thot familja, për atë se un kam fillimisht jam në fillim të Islamit, i duroj se është për Allahun subhanahu wa taala. Jo vëllezërit e mi, pejgamberi i Allahut kanë duruar rrahje për Zotin xhallahu ala. Siç ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë ditë kur populli i Mekës e nxori nga Mekja pejgamberin e Allahut. I si në gjithë shka be ishte i bukur në moralin e ti, në pamjen e ti, në qëndrimin e ti, sallallahu rabbi o selama. Ishte shumë i mëshirshëm, vallahi nuk e prekte as njëri. Njëherë nuk i dha Abu Jehli të e qafir. Njëherë nuk e nënshmoi Abu Jehlin. Përkundrazi në një natë penete shkoi dhe trokiti derën e Abu Jehlit. Tha Abu Jehli, kush mund të jetë në këtë mesnatë dhe natë me shi, kur janë në momentin Muhamedi? Tha, çka kërkon sonte o Muhammed në këtë natë me shi dhe natë e errët? Tha, o Abu Jehl, ose o Abu al-Hakem më kujtove në një moment dhe thash, nëse vdesish në këtë gjendje do të shkosh në zjarr të xhenemit. Po pranova be Islami vallahi që ti shpejt shpëtuar. La ilaha illallah. Sa që Abu Jehli transmetimi që i ka thënë, o Muhammed, unë e di që ti je në hak. Mirë, po shpalljen tënde nuk e pranoj. Kibri dhe mendjemasia nuk e lejoi që ta pranoj shpalljen. E rëndësishme është pra nuk bëri gjë ky njeri i mirë, jo vëllezër, që populli i tij ta nxjerrën dhe atë në moshën 53 vjeçare. Shkoi tek populli i Taifit, zjati dorë mos ndoshta i popull që ta beson besimin në Zotin xhallahu ala, siç e dini ata i nxorën fëmijët e tyre, njerëzit mentalisht të sëmurë nga mesi i tyre dhe e gjakosën dhe përgjakën pejgamberin e Allahut. Derisa ishte duke u kthyr në Mekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallahi e kishte parasysh këtë rregull të cilën unë va përmenda ju. Ajo është kënaqësia e Allahut. Saqë edhe e përmendi në lutje dhe në duan e tij, tha illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. O Zoti, nëse ti nuk je i hidhëruar me mua, unë nuk e kam gajle çton këta njerëz. La ilaha illallah.
Pra shihni ambicjet e larta të këtij pejgamberi të Allahut, nga se vetëdia ishte e plot. Pra ishte njeriu më i vetëdijshëm, sallallahu rabbi selam ali. Ai ishte shembulli i vetëdijes, shembulli i synimeve, shembulli i ndërgjegjes, edhe njëteve të pastërta. Ja Rabbi, lem yakun bika ghadabun alayya fala ubali. O Zoti im i dashur, nëse ti nuk je i hidhuruar me mua, nuk e kam derë çka thon të tjerë, ata absolutisht sallallahu alaihi wasallam. Pra, o ju vëllezërit e mi, le të mbetet kjo një prej pikave dhe pikësinimeve tona shumë të rëndësishme në jetën tonë, pra që vetëdia të ngritet në atë që synimi të jetë Allahut i madh te bareke u ta. Pastaj vazhdon pika e tretë që ndërlidhe me të dytën shpejt me lenin Allahut, ajo është që vetëdia tek besimtarit që buron nga imani dhe besimi dhe fetarizmi i tij në Zotin xhallahu ala, thotë cila është pozita ime tek Allahu xhallal xhelal. Nga se, siç e përmenda edhe më herët, ambicia të çon ndonjëherë dush apo nuk dush. Njerëzit të cilët janë ambiciozë zakonisht janë njerëz me poste, njerëz me pozitë. Edhe hoxhallarët të cilët janë shumë ambiciozë zakonisht edhe dalin para njerëzve, kanë fjalor, janë tërheqës e kështu me radhë. Mirë po nëse nuk e kanë në vetëdinë e tyre, cila është pozita ime tek Allahu. Sonte në këtë moment nuk është më rëndësi se çka thon këto njerëz për mua, sa shumë e rëndësishme Zoti i Madh xhallahu ala çka thot për mua. A thu valli jem maqbul, jem i pranuar tek Allahu xhallahu ala, që ta meritoj hadithin e Xhibrilit ku i tha, apo hadithin e Buhari's që i tha idha ahabba Allahu al-'abda nada Jibril. Kur Allahu e don robin, Allahu e thërë Xhibrilin. Imagjino të don Allahu xhallahu ala. Po imagjino të donë edhe Xhibril Emini, pas edhe të duan banorët e qiejve, vallahu im për këtë arsye, ngritë vetëdijen tënde fetare, ushqeje besimin dhe imanin dhe le të jetë ambicjet e tua çdo herë për në rrugën e khairit, fa anta ala al-haqq walau kunta bi wahdi. Se ti je në hak dhe në të vërtet edhe në qoftë se je vetë në familjen tënde, në klasën tënde, në punën tënde, në shoqërinë tënde në përgjithësi. Ti je në hak dhe ti je në të vërtet. Kjo është vetëdia e besimtarit, pra që thash nuk e lën që të lëkundet. Në një prej luftërave erdhën, në qëse s'gabojnë në Samarkand, kanë erdhën ushtarët prej lufte, mesin e tyre ushtria, generalet, e kështu me rast që kanë ardhë, të Omeri ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe Omeri ibn Khattabi radhiyallahu anhu si khalifi muslimanëve deshte që ti dëgjon ndonjëherë çka ndodhi në luftë, kush ndroi jetë shahide e kështu me radhë. Dhe filloi domethënë përgjegjësi i ushtrisë tha o emiri muslimanëve, ndroi jetë filani për emrave të cilët Omeri njifte. Pastaj tha wa akharun la ta'rifuhum. Edhe të tjerë o emiri muslimanëve të cilët ti nuk i njeh. Omeri ibn Khattabi vëllazët e mi. La ilaha illallah. Shihni vetëdia e plot vallahi dhe ndërgjegja. Omeri ibn Khattabi tha in kana Umar la ya'rifuhum fa Allahu ya'rifuhum. Në qoftë se Omeri nuk i njeh, Allahu i njeh. S'është më rëndësi o më njeh Omeri, nuk më njeh Omeri. S'është më rëndësi si shta, nuk është më rëndësi se kush është ajo apo ai i cili ja mësoi Fatihan. Më falni, domethënë në këtë rast ne nuk e njohim kush ja mësoi Fatihan. Imam Sudejsi dhe Qabe, më pas e thot Amini 3 milion njerëz mbas thon domethënë Amin. Apo kush ishte mësuesi i parë Ibn Taymiyes edhe Imam Ahmedi, nënën e Imam Ahmedi asnjë emri nuk ja dim. Me pasho nuk është më rëndësi. Shumë pe pejgamberëve të Allahut ne nuk i dimë ju vëllezër, ne dim vetëm 24, 5, 6, 7 pe emrave të pejgamberëve të Allahut. Shumë do prej burrave më të mirë të historisë njerëzore ne nuk i njohim, por Allahu i Madh xhallahu ala i njeh, subhanahu wa taala. Dhe e rëndësishme është vallahu im pra që ta kesh në vetëdijen tënde çdo herë cila është pozita ime tek Allahu xhelle xhelalu. Lusë Allahu subhanahu wa taala që themi për atyre që kanë pozitë tek Zoti i Madh xhallahu ala dhe e fundit të ju vëllezërit e mi për kaideve apo rregullave që i kam përzgjedh nga vetë meditimet e mia, të cilat i ndoshta të përhapur në për libra, ajo është vëllezë ambicjet ndonjëherë janë të dukshme, pra siç kanë ambicje të gjithë njerëzit, të kenë famë, të kenë pozitë, por ndonjëherë ambicjet janë edhe të fshehta. Bëhet fjalë për ambicje të cilat janë për të bërë mëkat Allahu te bareke u teala në vetmi, ambicie dhe besa edhe guxim. Mirë po ju vëllezërit e mi vetëdia, që thamë në fillimin e parë el-muraqaba dhatiyya, më bëni Allah për zjatjen e 2 minutave, el-muraqaba dhatiyya, vëzhgimi i mbrëmshëm i asaj që është brenda në gjoksin tonë, apo që njihet edhe njohja e vetes, për të cilën do të folën hoxha i nderuar inshallah taala hoxha Fitim, e gjithë ajo e bën njeriu që të ndalet nga mëkatet dhe gjunahet. Ndalu, vërtet nuk të sheh askush, por të sheh Zoti. Andaj derisa në një natë për netve Omeri ibn Khattabi ishte duke ecë në rrugët e Medinës që të sheh gjendjen e muslimanëve, një grua, një nënë i tha vajzës së saj o i bi, përzi e qumshtin me ujë. Tha oj nëna ime, por Omeri ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu e ka ndalë një gjë të tillë. Tha oj bia ime, përzi e qumshtin me ujë se nuk është duke na pa halife e muslimanëve. Atëherë bia e cila kishte iman, kishte ndërgjegje, kishte mbikëqyrje të plotë dhe vëzhgim të plotë të shikimit të Allahu xhallahu ala,
Tha in kana Umar la yarana fallahu fa rabbu Umar yarana. Në qoftë se nuk na sheh Omeri, na sheh Zoti Omerit. Na sheh Zoti Omerit. Andaj vallahu im, vetë di edhe ndërgjegja yte të thot na sheh Zoti I Omerit. Kurse Abdullah ibn Omeri dhe sa ishte duke ecë në për rrugët apo më falni kodrinat e Medinës, e pa një njerëz që kujdesej për delet e tij. Dhe I tha filan ma shit njërin për këtyre deleve. Tha nuk janë të mia, janë të zotëriu tim. Tha thuj zotëriu ton që delen e hëngri ujku. Qale fa madha sa aqulu lillah. Për çka do t'i them Allahu te bareke ve teala dhe u bë sebeb Abdullah ibn Omeri pasaj që ta çliron nga robëria dhe tha fjalë që të çliroj nga robëria e dunjas, e lut Allahu që të shpëton nga robëria e ahiretit, pra inshallah do të jesh prej banorëve të xhenetit. Andaj ju vëllezërit e mi, për ruajtje, për ambicia të çon ndonjë për hajër, ndonjë të çon edhe për sherr. Si ambicjet e dukshme ashtu edhe ambicjet e fshehta, vetë di është ai që e kontrollon, është busulla, është navigatori që e drejton ambicien e njeriu drejt të vërtetës dhe hakut. E lut Allahu xhelalu ala që të na shton ambicjet tona për hajër, na shton vetë dijet tona dhe qëllimet tona të jenë të pastërta për të ndihmu fenë e Zotit xhelalu ala. Dhe së fundmi ju vëllezërit e mi, dëshiroj vetëm t'ju kujtoj me një prej emrave të bukur të Allahut xhelalu ala që është Shakur. Zoti juaj është shumë falënderues. Vallahi është mirënjohës. Ai xhelalu ala di që sonte ti kishe pas mundësi që ndoshta të shohësh një lojë futbolli, kushtimisht. Ndoshta ta kalish mbasdarke me familjen tënde, por erdhe për Allah, u ule për Allah, dëgjove për Allah, di se Zotin tënd, Allahun tënd e ke falënderues dhe mirënjohës. Falënderimi dhe mirënjohja më e madhe Zoti xhelalu ala qoftë para organizatorët, të cilë mbajtën gajlin, a shkrujtën disa herë, mua, hoxhallarëve tjerë, pastaj përgatitjet e shumta, ne o ju vëllezërit e mi edhën dhe gjetëm gjithçka të gatshme. Mirë dikush e ka përgatitur këtë moment dhe këtë çast, andaj Zoti I shpërblet në krye me iniciativave pro, pastaj në krye edhe me hoxhallarët e tyre të vjetër, që pas atyre edhe me hoxhallarët dhe brezat e rinj, pa me kryetarin e tyre Hoxhën Amir Ishaqun, I cili pasi që përmendje dhe Hoxha Metush pra është në Jordani për magjistraturë, lut Allahun xhelalu ala që ju thebitehu, ta përforcon atë, të jep sukses në dije dhe në kërkimin e dijes fetare dhe mësimin e librit të Zotit xhelalu ala, por pastaj falënderimi është edhe për Hoxhën ton. Kur them për Hoxhën ton nuk e them kështu fjalë të thjeshtë vallahi, por realisht ai është Hoxha im personal, Hoxha I cili I ka ndërtuar momentet e para të jetës tim, por është edhe Hoxha I babas tim. Momentet e para në jetë kur nisa për në Siri, baba më tha, o të bosh si Hoxha Bekir, o lej këtë rrugë. Po pasha Allah në matë që ku është baba, ti në fund është dëshmita. Tha në që se bosh si ki hoshta bonë, por ndryshe tha leja, ma. Me po si filani, si alani, si e kështë të mëra. Pra e lusë Allah në gjelluala që ti ruan të gjithë hoxhallarët tonë dhe djetarët tonë. Lusë Allah subhanahu wa taala na shton dijen dhe imanin e kuptimin e Islamit. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu I shpërblet. Falenderojmë shumë, Allahu e shpërbleft Hoxhën doktor Kujtim. Ndërsa tash do të vazhdojmë edhe me Hoxhën e fundit, Hoxh Magjistër Fitim Gërguri. Fillimisht do të lexojmë edhe shkurt biografinë e tij. Ka lindur më 11 qershor të vitit 1990 në Prishtinë, ndërsa është rritur dhe ka jetuar në fshatin Bardhi Madh, komuna e Fushë Kosovës. Shkollimin fillore ka përfunduar në shkollën Zenel Salihu në Bardh të Madh, ndërsa arsimin e mesëm e ka ndjekur në medresen Alaudin në Prishtinë. Studimet e larta I ka vazhduar në Universitetin e Jordanit, ku përfundoi nivelin bachelor në drejtimin usul el fiqh, si dhe masterin në fushën e hadithit. Aktualisht është në përfundim të studimeve të doktoraturës në Universitetin e Khartumit në Sudan, ku ndodhet në fazën parambrojtjes së temës. Në rrugtimin e tij dietar, ndikim të madh kanë pasur imamët e hadithit, në veçanti Imam Ahmed ibn Hanbel, si dhe dietarët klasik si Sheikhu Islam Ibn Taymija dhe nxënësit e tij. Po ashtu prej dietarëve bashkëkohor ka përfituar nga hoxhallar të njohur si Enis Rama, Bekir Halimi, Doktor Valon Myrta e të tjerë. Hoxha Fitim ka shërbyer edhe si imam në xhaminë e fshatit të tij, duke kontribuar aktivisht në edukimin fetar të komunitetit përmes hutbeve, ligjëratave dhe aktiviteteve të ndryshme. Përveç ligjëratave, ai ka dhënë kontribut edhe në fushën e botimeve islame, ndër veprat e tij të shkruara përfshin shpjegimi I librit Vlerat e namazit të natës nga Imam Maxhuri, botuar në vitin 2022. Shpjegimi I librit Sinqeriteti dhe Niyeti nga Imam Ibn Ebi Dunja, botuar në vitin 2023, dhe shpjegimi I librit Bujaria nga Imam Muhammed Ibn Husein Burgjulani, botuar në vitin 2024. Përveç këtyra I ka përkthyer dhe përcjell edhe shumë libra të tjerë me përmbajtje të pasur islame, duke kontribuar në pasurimin e literaturës fetare në gjuhën shqipe. Me përkushtim ndaj dijes dhe thirrjes islame,
Hoxh Fitim Gërguri vazhdon të jetë aktiv në shërbim të fesë dhe komunitetit, duke përcjellë mesazhin islam me qartësi, thellësi dhe bazë të fuqishme shkencore. Allahu është përbleft dhe i dhënë sukses në shërbimin ndaj islamit dhe ummetit, andaj e thrasim në skenë Hoxhën e dashur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Waliyyu Salihin, Wal Muslihin, Wassalatu wassalamu ala khayri khalqi wal khaliqa, al-hadi ila al-haqqi wal haqiqa, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ala ashabihi ghurri al-mayamin, ridwanallahi alayhim ajma'in. Allahum ta'ala falënderoj, prej Allahut falje dhe ndihmë kërkoj. Salavat dhe selam mbi krijesën më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgoj, mbi familjen e tij të bekuar, shokët e tij të nderuar dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Pas falënderimit ndaj Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson të falenderojmë njerëzit duke thënë: men lem yashkuru nas, lem yashkuru Allah. Ai që nuk din me falenderu njerin, nuk din me falenderu as Allahun. Ndaj e falenderojmë iniciativën vepra që na ka përzgjedh prej qindra e mira hoxhallar, më të mirë se na, e më të ditën se na, me dalë para juve me i folë këto fjalë. Po ashtu e falenderojmë edhe hoxhën tonë të nderuar, hoxhën Bekir Halimi, që me insistimin e tina kum pranu me qenë pjesë e kësaj tribune. Ndaj lësë Allahun azza wa jall për krejt ata që janë bashkëktar, që kjo tribun të organizohet, të shpërblejnë ditën e takimit me Allahun, me shpërblime që veç Zoti ka përgatit për robt e tij të sinqert. Rreth temës që më është kërkuar të flas para jush, është çelësi i vetdijes, njohja e vetvetes. Padyshim se vetdia, apo thënë ndryshe, njohja e vetes, është prej gjërave elementare që na ndihmon në rrugtimin ton drejt kënaqësisë së Allahut azza wa jall. Ai njeri që nuk e njeh veten, thon selefi, nuk e njeh as Allahun e lartësuar. Ndaj është bazë prej bazave dhe piknisje e madhe që çdo besimtar që don me arrit sukses në dunja dhe në ahiret, ta njeh veten e tij, ta njeh kapacitetin e tij, edhe të mundohet mbi bazën e kësaj mirësie të Allahut të rrugtoj drejt kënaqësisë së tij. Njohja vetes apo idraku nefs është prej obligimeve të shariatit dhe prej maqasidu sharia, qëllimeve të tina. Allahu i lartësuar na obligon që të mundohem sa më shumë ta kontrollojmë veten, ta rregullojmë dhe ta bëjmë në atë formë që ai i ka cilësuar robët e tij të devotshëm. Qindra ajete Allahu fol për cilësitë e besimtarëve. Po ashtu edhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam në hadithe flasin për cilësitë e besimtarëve, e që falen dy hoxhallar të nderuar para meje. Por ajo që unë do të flas rreth kësaj teme është si të arrijmë me njoft veten. Kushti i parë është të jemi sinqert. Sinqeriteti ndaj Allahut na lehtëson me njoft realitetin tonë. Çka i bjen me qenë i sinqert? I bjen me zbatu një fjalë të Allahut azza wa jall, ku na thot: ja eyyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O ju që keni besu, për hatër të imanit në Allahun, shikoni mirë, keni frikë Allahun dhe shikoni mirë se çka po veproni nestra për ditën e takimit me Allahun. Edhe kjo nuk ka mundësi mu arrit veçse duke pas frikë Allahun, Allahu e din çka veproni. Ndaj kërkohet që secili prej nesh ta ketë një moment, një qasje ditore në vetë kontrollimin e vetës. Selefit porton në krye me Omerin radiallahu anhu
si që përmen Ibn Abi Dunya rahimahullah në librin Mahasinu Nafs, thot ai njeri që nuk e kontrollon veten, nuk ja ka arrit qëllimit shariatit. Apo në një vend tjetër thot hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, llogarit në veten e juve para se t'ju llogarit Allah. Po ashtu edhe Hasan al-Basri rahimahullah, ky njeri që ngjante fjalët e tij me fjalët e pejgamberëve të Allahut, thot ai njeri që llogarit veten e vet në dunja ja lehtëson llogaritjen e vetes ditën kur dal para Allahut. E pse ndodh kjo? Pasi njeri kur e kontrollon veten, e din se ku gabon dhe e din se ku ja qëllon. Ndaj është shumë thelbësore që mi ditë gabimet tona, se nëse nuk i dina, nuk kena mundësi me i përmisu. Po kjo nuk arrihet pa një sinceritet fort me Allahun Azza wa Jall. Kam arrit shumë njerëz të ditur, dietar në vendin ku kam mësuar në Jordani, që kam pas shënime ditar për vete, që llogaritnin në veten e vet në çdo ditë që bënin. Një prej mësuesve të mi në Jordani thoshte kam mbi 300 fletore që i kam përgatit për vete në ditën kur dal para Allahut Azza wa Jall. Pse gjithë kjo përpjekje? Sepse qëllimi është me pështu atë ditë kur mundësia e pështimit është e paktë. Pejgamberi Allahut alayhi salam thotë se njerëzit e xhenetit karshi njerëzve të xhenemit janë sikurse qimja e bardhë në kohën e zi apo qimja e zezë në kohën e bardhë. Por ajo në pak, ndaj e lësë Allahun të në mundësej të jemi nga të pakt. Po ashtu vëllezërit e mi, njeriu kur e kontrollon veten, kur e vlerëson veten, mundohet vazhdimisht me përmirësu veten për ditën e daljes para Allahut, pasi që atë ditë Allahu do ta sjellë krejt ato që kena vepruar. Zatën shumë njerëz do të befasohen kur ta lexojnë librin e veprave të tyre dhe do të thonë siç i përshkruan Allahu, ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Çfarë është ky libër që s'pas ka lënë kur gjë pa shkruar, pa pru ashtu siç e kemi vepruar. Ahsaha Ibn Taymi rahimahullah thot Allah Azza wa Jall e sjell edhe ndjenjat e veprave që kemi pas gjatë veprimit. Për shembull, këto kamera që po ngjëzojnë tash tribunën, e sjellin pamjen tonë, bisedën tonë, ndërsa aspektin e brendshëm të shpirtit nuk e sjellin, ndërsa ahsaha do të vinë edhe kënaqësitë e robëve që kanë qenë në adhurim, po ashtu edhe kënaqësitë e robëve që kanë përjetuar në gjuna. E kjo llogaritje e imt sahabët i frikojnë shumë. Dhe më njëherë e pyetën pejgamberin alayhi salam duke i thonë: "O i dërguari i Allahut, a krejt çka kena vepruar, kena me pa në ditën e takimit me Allahun?" Pejgamberi alayhi salam nuk përgjigjet. Dhe pas një kohe zbresin edhe 2 ajete ku sqarojnë pyetjen që sahabët e kërkuan. Allahu i lartësuar thotë: "Wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Ai që bën një të mirë, qoftë sa grimca e atomit aja ka më ardhë, dhe ai që bën një të mirë, një të keqe, qoftë sa grimca e atomit ka më ardhë atë ditë kur dalim para Allahut. Ndaj llogaritja para tina dhe dalja para tina nuk është gjë e lehtë. E as nuk është ashtu siç na dina me paramenu dhe din më na zbukuru shejtani. Ebu Bekri radiallahu anhu ka qenë i përgëzuar me xhenet. Dhe ka qenë prej atyre që pejgamberi alayhi salam i thotë: "Ti do të thirrësh prej 8 dyrëve të xhenetit, jo për njërës as 2, po krejt dyrët e xhenetit do të thrasin emrin tënë." Por njohja e vetës në detaj asnjëherë se ka bëhet sigurt. Dhe Zotën thoshte shpesh: "Lejteni, mirë për mu të kisha me qenë kafsh, me më hangër njerëzit, ose një transmitim kisha me qenë pëm, me më hangër kafsh, e veç Allahut mos më dalë për para." Edhe vetë pejgamberi alayhi salam në hadithin që e përmend Imam Muslimin sahih thot:
Wallahi inni Rasulullah, la adri ma fa'ilullah bi, pasha Allahun, unë jam i dërguni Allahut, po nuk e di çka ka me bu me mu Allahu, po ashtu edhe Omeri, vetëm një natë para se me vdek, prej frigës të madhe, prej takimit me Allahun, shkon te Hudhaifa dhe i thot, të betohum në Allahun më tregu, am ka përmen pejgamberi alayhi salam prej munafikëve. Am ka përmen në listën e atyre që kanë qenë hipokrit dyftyrshë. Dhe pastaj thot Hudhaifja dul Omeri në minber dhe me një zot madh bërtitje dhe tha, o njerëz, nëse një zot rreth nga qielli dhe thot se krejt njerëzit janë në xhenet, veç një njeri nuk është në xhenet, dini se ai është Omeri. Kaq frikë e madhe, ndërsa ne sot vëllezër të dashur, as se kem të siguruar në xhenetin, as i dim veprat e pakta që i bojna, a do të pranohen apo jo, edhe kemi një lloj sigurie të madhe dhe nuk merrem me vete, vërtet është për muhabit. Çështja tjetër që duhet patjetër me pas një njeri që dën me përmisu veten, me njoftë veten, është kujdesi nga mbi vlerësimi. Jetojna në një kohë kur rrjetet sociale, secilin prej neve na shfaq jo realitetin që e kena në Facebook, në Twitter dhe rrjetet tjera sociale, përmendum ajete, hadithe, thënie dietarëve, ndërsa secilit prej neve jetësimi dhe praktika e këtyre teksteve na mungon në jetën e përditshme. Ndaj të mundohemi të kujdesemi nga mbi vlerësimi i vetës edhe mbi vlerësimi i njerëzve ndaj nesh. Na jena ata që jena në vetmi. Nëse jena të sinqert me Allahun, kur je kemi afër telefonin, e kujdesum synin ku po shikon. E kujdesum dorën me kanë po shkruan apo me kanë po flet. Pra mundohemi me qenë në vetmi, duke kujtu fjalën e Allahut, Alam ya'lam bi anna Allah yara, a nuk është e ditë se Allahu është të e pa. Çdo njeri që ka të brendshme të shkatrune, dini se ajo nuk i fshehet Allahut. Allah Azza wa Jalla në Kur'an tregon se është më afër prej neve se sa damart e qafave. Wa nahnu aqrabu ilayhim min hablil warid, dhe ne jemi më afër tek ata se sa damart e qafave, është fjala me dijen dhe vëzhgimin e tina. Ndaj nëse krejt njerëzit na mbi vlerësojnë dhe na bojnë për njerëzve të xhenetit, dhe njohja vetës dhe realitetit ton e din që jena larg asaj që na përshkruajnë, kja asgjë s'na ndihmon në ditën e daljes para Allahut. Po nëse ndodh e kundërta, nëse krejt njerëz na refuzojnë, flasin keq për neve, dhe ne e kemi rregulluar raportin ton me Allahun, kja asgjë nuk na bën ndëm. Ndaj të mundohemi sa më shumë të merremi me vete dhe mos të merremi me vlerësimet e njerëzve karshineve, se na jena ata që jena para Allahut. Po ashtu vëllezërit e mi, e treta gjë që na ndihmon është adhurimi i shumtë dhe lutja e madhe. Pejgamberi alayhi salam është pyet prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu duke i thonë, o i dërguari i Allahut, po të vërej se po ndalesh kur po merr tekbir namaz, çka po thu mes tekbirit dhe surës Fatiha. Abu Huraira ka qenë shumë i etur për dije dhe mundonte çdo çast ta shfrytëzonte në pyetje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jam mëson lutjen që e bënte dhe fillimi i saj ishte Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib, o Zot, largon prej meje dhe gjunohët ashtu që e ke largu lindjen prej perëndimit. Vëllezërit, mundohemi sa më shumë ta rregullojna veten tonë me adhurim. Dhe në krye të cilëve është leximi i Kuranit. Leximi dhe meditimi në Kuran e ngrit njeriu, pasi ky është shkaku i zbritjes së këtij libri. Allahu Azza wa Jall Kur'anin famulart
e ka zbrit për më na pastru prej gjunahet edhe për më na pajis me moralet larta. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'an ngrit në ato që është më e mira. Ibn Abbas, siç e përmend Ibn Abi Hatim ar-Razi në tafsirin e tij, në shpjegimin e këtij ajeti thot Allahu dëshiron prej neve që të pajisme me moralin e pejgamberëve dhe atyre që e ndjekën rrugën e tij. Ndaj për me po vetëm praktikisht ku jena, unë propozoj që me lexu librin fragmente nga jeta e sahabëve edhe me shiku se çka kanë bo ata për Allahun dhe çka kanë qenë në gjendje me sakrifiku për të, pastaj me përshkru një jetë shkrim për vetën tonë, kush jeti, çka bën për Allahun, edhe me lexu në atë libër. Pa dyshim se kur e lexon sakrificën e Omerit, e Ibn Omerit, e Ibn Abbasit, e të sahabëve tjerë dhe lexon sakrificën tonë, është shumë për të dëshiru. Por nuk ndryshohet fundi i këtij ummeti, veç se çish u ndryshu fillimi i tij. Ndaj sa më shumë lexim për jetën e tyre, është pasurim për jetën tonë në aspektin teorik, por me lejen e Allahut edhe në aspektin praktik. Por këto gjëra do të patjetër me i pas parasysh nëse dojna me e ndryshu vetën në aspektin që Allah Azza wa Jall kërkon. Po ashtu vëllezërit të nderuar, janë disa gjëra tjera që na pengojnë nga ky vetë zhvillim. E para prej tyre që dietarët e përmendën është që njeriu mos me pas synim kënaqësinë e Allahut. Kur njeri se ka synim kënaqësinë e Allahut, pastaj e ngatron rrugën. Jepet mas asaj që Allahu nuk e dal. Mburret me të arriturat e tij, i përmend sukseset e tij dhe fillon me i hulumtu metat e tjerëve. Hasan al-Basriun rahimahullah e pyetnin nxënësit, çish është zakon më pyet prej nxënësve për filan hoxha dhe filan hoxha, dhe me njëherë ju thashte, ende s'kam arrit ta kuptoj veten time, ta njeh siç duhet, dhe e si ta kuptoj tjetrin e ta njeh atë, s'kam kohë më marr me tjetrin. Po ashtu thuhet për Hasan al-Basriun, se dilte në rrugë dhe thashte, betonan Allahun, se krejt njerëz janë më të mirë se unë, se gabimet e tyre nuk i di, e gabimet e mia shumë i di. Ndaj një njerëz që fillon më marr me tjerë, veçanërisht me njerëz të dijes, me fol për ta, është shaj e shkatërimit tina. Ky njeri nuk don me njoft realitetin e vet, as me rregullu veten, dhe pastaj shejtani e përdor, Allahu na ruaj, në ato që është që e krahason Allahun, që e krahason Allahu Azza wa Jall me ngrënien e mishit vllat. E yuhibbu ahadukum e ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu, apo doni ndonjëri prej jush me hangën mishin e vllat e sa është e urrejt në ajo. Ndaj çdo njeri që gjen kohë më marr me tjetrin, automatikisht është alarm se ai nuk është të marr me veten e tij, nuk është të njoft veten e tij sa do të dhe ka lënë hapësirë më marr me tjerë. Gjëra e dytë është rezultati në aspektin e dunjas. Disa njerëz vetë mashtrohen me arritjen apo suksesin në jetën e kësaj bote dhe mendojnë se ky sukses është i sigurt edhe në botën tjetër. Nëse dikush ka arrit pozitë, ndije apo pasuri, kjo nuk do të thotë se ka arrit kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Ashtu siç e përmendi hoxha jon, hoxha kujtim, qindra pejgamber të Allahut ose mira janë që na nuk dina asgjë për ta, po kjo nuk i dëmton para Allahut Azza wa Jall. Po ashtu prej sahabëve, Ibn Hajar në librin El-Isabe fi Tamyiz as-Sahabe i përmend afërsisht 8000 sahabë dhe për 4000 prej tyre dietarët kanë rënë dyshim sa janë prej tyre apo jo. Por është ardhur me konsenzus prej tyre se vetëm në Haxhin lam të mirës kanë qenë 150.000. Ku janë pjesa tjetër, askush prej dietarëve nuk i din, po kjo nuk i dëmton ata aspak para Allahut. Ndaj esenca është me qenë tek Allahu Azza wa Jall i njohur
dhe mos me tentu me arrit kënaqësinë e njerëzve, pasi Imam Shafiu thot, kënaqësia e Allahut është diçka që shlihet, e kënaqësia e njerëzve është diçka që nuk arrihet, arrije atë që shlihet, e leja ato që nuk arrihet. E lësë Allahun Azza wa Jall që të na lehtësoj me njoft veten, me njoft të metat tona, me humor, me to, me sinqeritet të madh, me përkushtim të madh. E lësë Allahun që të na lehtësoj me përmirësu ato që na kanë mbet, me shpresë që Allahu më na fal ato që na ka kalu, që është na ka bashku Allahu në këtë vend, e lësë më na bashku në xhenetet e tij. Zoti nderoft edhe një herë, faleminderit, e qulu qawli hadha, astaghfirullahi li wa lakum. Falenderojmë edhe Hoxhën Fitim për këtë ligjërat. Ne, ashtu si e filluam këtë program me Kur'an, ashtu do ta përmbyllim. Tani do të ftojmë një skenë, një hafiz të nderuar i cili ka përfunduar hatmen e ijazës dhe në këtë natë të begat do ta lexoj pjesën e fundit të saj. Padyshim, kjo është një natë e paharrueshme në jetën e tij, një çast plot emocione, dritë dhe bekime, jo vetëm për të, por edhe për të gjithë ne që jemi dëshmitar të këtij momenti të veçantë. Ftoj në skenë Hafiz Enes Basha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Kështu, nga dalë për sigurt, kemi ardhur në fund të kësaj tribune. Falenderojmë përzemërsisht hoxhallarët tanë që ndanë kohën e tyre të çmuar dhe morën rrugën për të na infladitur zemrat me fjalët e tyre të ëmbla e për të na ndriçuar mendjet me këshillat dhe fjalët e tyre të arta. Një falenderim i veçantë shkon edhe për hafizin ton, i cili na kënaqi me zërin e tij të ëmbël dhe me leximin plot emocion të dy hafizët. Po ashtu falenderojmë dhe përshëndesim të gjithë hoxhallarët që ishin prezent sonte me praninë e tyre.
Në fund, një falënderim i posaçëm për organizatën Iniciativa Vepro me në krye hoxhën e nderuar Metush Mehmeti, i cili u bë shkak që të mblidhemi këtu në këtë tubim të mrekullueshëm. Lusim Allahun e lartësuar që të ky të mos jetë takimi ynë i fundit, por të kemi edhe shumë takime të këtij lloji në të ardhmen. Për më shumë momente të përharuara, për jetime të bukura dhe aktivitete frymëzuese, ju ftojmë të merrni pjesë në veprimtarinë tonë dhe të abonoheni në rrjetet tona sociale ku mund të na gjeni me emrin Iniciativa Vepro. Na ndiqni për të qëndruar gjithmonë pranë nesh dhe për të mos humbur asgjë nga ajo që vjen. Dhe tani nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju përshëndes me urimin më të bekuar. Qofshi gjithmonë në mbrojtjen e Allahut. Esselamu alaikum ve rahmetullahi berekatuh. Cilat janë sfidat më të mëdha që përballen të rinjt sot në arritjen e kësaj vetëdije? Rinia sot ballafaqohet me sfida të shumta, të lloj-llojshme. Vetëdia është baza e diturisë dhe informatave që ka mundësi me i pas njëri. Realisht, ajo që ndodh sot me rinin është bombardimi me informata të parëndësishme dhe anashkalimi informatave të rëndësishme dhe dobishme. Këtë situatë kur një pjesë e madhe e rinisë ushqehet nga rrjetet sociale dhe nuk i prek librat, e ka shumë problem me ndërtu një themel mbi të cilin ka me ndërtu vetëdijen e vet. E problemi kryesor është dituria, se vetëdia ka të bën me dije. Dish diçka për veten tonë. E si mos kesh dituri saktë e dobishme, atë s'ka mundësi ti me ngrit vetëdijen tonë. Dituria e saktë edhe e plot është ajo që neve na mëson feja Allahu xhallahu fillimisht, pastaj atë që na ka dhuruar domethënë kontributi i shkencëtarëve shekull pas shekull. E fatkeqësisht sfida më e madhe sipas asaj që konstatoj unë është mungesa e vullnetit për të lexuar, për të studiuar, për të mësuar vetveten e tij dhe për ta ndërtuar atë, për ta përgatitur për sfidat me të cilat ballafaqohet e sot. Se sfidat sot janë shumë më ndërlikuar dhe janë shumë më komplekse se ato që kanë qenë të kaluara. Duke pas parasysh edhe këtë mungesë të përgatitjes, atëherë sfida bëhet edhe më e rëndë më vështirë, andaj na themi atë që ka thënë Allahu i Madhëshëm në Kur'an në ajetin e parë, lexo. Lexo dhe mëso, se vetëm me lexim dhe mësim ka mundësi njeriu me ndërtu vetveten dhe me përgatitur për të ballafaqur me sfidat e tija që i vinë në jetë. Çfarë roli luan dija islame në formimin e një vetëdije të shëndosh shoqërore? Dija është rrani, është baza e çdo suksesi dhe ngritjes. Nuk ka mundësi dikush me pas vetëdije të lartë pa dituri. Prandaj Allahu në Kur'anin famëlar na ka treguar qartë dhe ka thonë hal yastavi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Nuk janë të barabartë ata që kanë dituri dhe ata që nuk kanë dituri. Prandaj nuk ka vetëdije më të lartë se ata që mësojnë për ta njoft krijuesin e tij, për ta njoft profetin sallallahu alaihi wasallam dhe rolin e tij në jetë. E kjo nuk mund të arrihet, kjo vetëdije posse nëpërmjet rrugës së dritës të cilën Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e quajti dritë, diturien. Nuk ka vetëdije të lartë pa dituri. Prandaj secili besimtar e ka obligim, siç na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërkimi i diturisë është obligim për çdo besimtar dhe besimtare. Aq më shumë që pasurohemi me dituri, aq më shumë ngritet vetëdia e lartë. Dhe e treta, do të thotë përveç që dituria është ajo që të ngrit tek madhnia e Allahut në ditën e Kiametit, të ngrit pozitën në këtë botë dhe e ngrit vetëdijen nëpërmjet diturisë, dituria ta shton frikë respektin nëpërmjet diturisë, e arrin vetëdijen e lartë dhe e shton frikën ndaj madhnisë së Allahut. Thot Allahu në Kur'anin famëlar, inna ma yakhsha Allaha min ibadil ulama. Do të thotë ata të cilët kanë frikë Allahun janë dietarët. Prandaj, kodi i ngritjes së vetëdijes nuk mund të jetë posse nëpërmjet kërkimit të diturisë, nëpërmjet kërkimit të diturisë e shton frikën ndaj madhnisë së Allahut dhe e njeh rrugën për destinacionin për të arritur kënaqësinë e Allahut. Zoti ju shpërbleft. Cila është porosia juaj për të rinj që kërkojnë ta forcojnë besimin dhe vetëdijen e tyre? Fillimisht falenderojmë Allahun azza wa jall, ndërsa salat dhe selamet e dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam. Dy gjëra kryesore njeriu i ndohen çdo herë në jetën e vet që nëse do të arrit lartësimin te Allahu azza wa jall, edhe tek njerëzit për ta kuptuar se kjo bindje ndaj Allahut ta forcon ty lidhen me Allahun, është e para që ti je shumë i sinqert. Do thonë kundërta e munafiqllukut dhe kundërta asaj që ty të bën me qenë prej njerëzve që ta lidhin tënde me Allahun azza wa jall. Ndërsa e dyta është që të këmbgulsh që ti jesh prej njerëzve të sinqert.
Do të thotë nëse dëshiron lidhja jote të jetë e sinqert me Allahun, ti vetën duhet ta bindë se duhesh të jesh i sinqert, ashtu siç thënë edhe hoxhallarët paraprakisht, duke pas frikë Allahun azza wa jall dhe duke dashur ti ta lidhësh zemrën tënde vetëm Allahun azza wa jall. Me këtë formë, Allahu azza wa jall na garanton se vetëm atyre të cilët janë sinqert, Allahu azza wa jall ju jep shpëtim. Andaj nëse dëshirojmë ta ngrisim besimin ton tek Allahu azza wa jall, pika kryesore dhe pika kyçe duhet të jetë që të kemi sinqeritet te Allahu azza wa jall dhe kemi këmbgulje të fuqishme për të arritur ata të cilën Allahu azza wa jall e kërkon prej neve. Andaj këto janë dy pika që kisha dashur të jap për këtë pyetje të cilën e parashtrohet. Zoti nderoft. Cili ishte qëllimi kryesor i organizimit të kësaj tribune? Qëllimet e këtive organizimeve dhe këtive tribuneve janë më shumë të thotë, po unë do i përmendi vetëm 3 që janë më të rëndësishme të besoj dhe që duhet të ketë parasysh çdo organizator ose çdo rini. E para është përhapja e dijes fetare. Nëpërmjet kësaj pike do thotë parashifet që të bëhen mësimet e parimeve fetare, sqarimet e keq kuptimeve për fenë, gjithashtu edhe nxitjen e kërkimit dijes edhe zbatimin praktik të kësaj dijes. E dyta, do i shkon do thotë nxitja e vlerave etike dhe morale. Nëpërmjet kësajna, thotë do duhesh të forcohet karakterin e individëve, ndihmojmë ndërtimin e shoqërisë, gjithashtu të krijojmë ndërgjegje morale edhe të frymëzojmë veprimet të dobishme. Dhe e treta që kisha veçuar unë është forcimi i unitetit dhe bashkëpunimit fetar. Me këtë të ofrojmë besimtarët mes veti, të shmangemi përçarjeve mes veti dhe të forcojmë bashkëpunimin gjithashtu mes veti. Këto janë ato që kisha mujtë veçuar unë nga ky organizim. Pse u zgjodh tema drejt vetdijes së vërtetë? Ju lumt të trive të iniciativës. Ishte me të vërtet organizim fenomenal, sidomos për zgjidhjen e temës, sepse për rreth nesh ka shumë zhurmë, po mrenda nesh ka zbrastësirë. Kështu që shpresojmë se kjo tribun me ngjall pak vetëdijen edhe me naktit e vetja, që ta mbushmi veten me ambicie të larta, me besim në Allahun edhe me vepra të mira e me adhurime të shumta. Si e përjetua tribunën drejt vetëdijes së vërtetë? Tribuna ka qenë një organizim shumë i mirë, i falenderojmë të gjithë stafin dhe hoxhallarët që kanë qenë, shpresojmë që do të marrim pjesë dhe në tribuna si kjo. A mendoni se ja ka vlerëtur gjithë puna dhe përpjekja për këtë tribunë? Besoj që ja ka vlerë, si vetë është era 3 që janë ato organizu, kena marrë më shumë përvojë, ose që ka shkuar shumë mirë gjithçka në nivelu kanë. Edhe pjesëmarrësit janë kanë të kënaqur. Si e vlerësoni pjesëmarrjen dhe reagimet e të pranishme në tribunë? Pjesëmarrja ka qenë shumë e mirë dhe kemi pas kogja reagimet pozitive e inshallah vazhdojnë arave tjera. Allah shpërblet.